sa më shtrues në lidhje me përmbajtjen, duke filluar nga hapësira vendodhja ku projekti synohet të zhvillohet, që është në zonën e krahasës Buzë Lumit Shkumbin. Siç shikohet, vendodhja është optimale, jo vetëm nga bukuria natyrore, por edhe nga pikpamja e kohës, motit, diellit, prezantim me diellin. Projekti është parashikuar në mënyrë të tillë që të jetë multifunksional. Në aspektin e motorsportit, projekti parashikon struktura të posaçme për kompeticione kombëtare, kompeticione ndërkombëtare, idealisht ai Formula 1 që parashikojmë, testime të mjeteve të reja, por edhe disiplina që janë rishtazi të hyra në kategoritë e motorsportit, siç është drifti, Race of Champions të tjerë. Në aspektin e edukimit, struktura, si tha edhe Ministri Gonxha, parashikon të ketë shumë struktura edukative, jo vetëm për drejtuesit e ri të mjeteve, por edhe drejtuesit e mjeteve profesionale, si ato transportit të madrave, transportit pasagjerëve, drejtuesit e ambulancave apo policisë e kështu me radhë. Patjetër do të ketë programe edukative edhe për fëmijë në lidhje me përdorimin e sigurt të rrugës. Por, projekti parashikon edhe një multifunksionalitet në aspektin jetësor. Struktura parashikon një sallë konferencash novatore, hapësira për panajire, ashtu sikurse mundësi për të zhvilluar sportet e tjera që nuk lidhen drejt me motorsportin. Këtu paraqitet master plani, që në detaj është ndarë në 6 hapësira idealisht, ku në numër 1 shohim pistën kryesore, në numrin 2 është pista dytësore që lidhet me zhvillimin e disiplinave të reja dhe më të rinjve. Zona në numrin 3 me ngjyrën lila parashikon muzeun e mjeteve historike retro, i cili do jetë gjithashtu pjesë e Automotopark. Zona e 4 me ngjyrë të gjelbërt është gjithë hapësira e dedikuar për edukimin për sigurinë rrugore, si dhe ka edhe një hapësirë të posaçme për shërbimet e transportit rrugor dhe DBSHTR-s. Kjo është trajektoria kryesore e pistës, që ka gjatësinë dhe veçorinë e gjatësisë prej 4444 metrash, që mendojmë se do të mbetet edhe si shenjë dhe në memorien e shumë spektatorëve. Veçoria është që po afrohem pak në ekran. Kjo pjesë e trajektores është në këndvështrimin e hartës është një kthes tepër e gjatë, por faktikisht në këndvështrimin e pilotëve është një vije drejtë e gjatë, sepse është një kthes e përkulur në kënd nga 10 në 18 gradë, njësoj siç është në garat e Indianapolis. Praktikisht kjo është një rësi në Europë patjetër, por edhe për pistat e synuara të Formula 1. Ky është simulimi i shpejtësisë për një makinë të Formula 1. Siç e shohim, shpejtësia maksimale prej thuajse 350 km/h arrihet pikërisht në fund të kësaj kthese të stërgjatë. Kemi shpejtësinë mesatare prej 222 km/h dhe një xhiro totale e pistës është rreth 70 sekonda. Do të shohim një video. Si që pat nga video, strukturat që parashikohen në Automotopark janë vërtet magnice dhe ajo çfarë parashikohet për Elbasanin është një rësi globale faktikisht, edhe nga diskutimet që kemi zyrtarisht me Federatën Ndërkombëtare të Automobilizmit, paraqesin disa nga inovacionet që po kërkohen tani e tutje për pistat e reja që do të zhvillohen. Ti shohim pak më në detaj, kjo është aktualisht në një pistë paddock i zakonshëm. Këtu është çfarë parashikohet në Automotopark, ku user experience dhe afërsia me aksionin e vërtet me VIP-s, me pilotët, është vërtet magnice. Në thelb kjo është çfarë parashikojmë në Automotopark, bashkë me tarracat jemi praktikisht në një afërsi mbreslënse me të gjithë ekipet, me pilotët dhe siç thash me VIP-t. Kjo është lounge, hospitality lounge aktualisht, një strukturë e ngjashme me një restorant, kurse kjo është çfarë parashikohet të zhvillohet në Automotopark, ku sërish kemi një afërsi me aksionin dhe një afërsi me çfarë ndodh në paddock. Kjo është pamja panoramike e pistës së kartingut, që është pista dytësore për zhvillimin e kampionatit botëror të kartingut.
Kështu është siç duket një pit garazh, pra garazhet e skuadrave teknike, janë krejtësisht të mbyllura nga çfarë ndodh për spektatorët. Kështu është çfarë parashikojmë dizajni, çfarë parashikon projekti për automotopark, ku jo vetëm spektatorët kanë afërsi dhe shohin live aksionin që ndodh në pit garazh, por edhe dizajni ka një konformitet të tillë që është tepër novator. Kjo është sot zyra e race control, aty ku drejtohet çdo gjë që lidhet me garën. Zakonisht drejtuesi i garës ka akses dhe sheh çfarë ndodh në aksion vetëm nga disa ekran. Por në automotopark aksioni do të shihet edhe në vetë të parë nëpërmjet vetratave, ndërkohë që spektatorë të ndryshëm do kenë mundësinë gjithashtu të shohin nga afër aksionin në race control. Në rast të demonstrimeve të modeleve të reja të automjeteve, sot është praktikisht një rrugë e zakonshme në çdo pistë dhe disa garazhe. Në automotopark kjo pritet të bëhet brenda muzeut retro, i cili ka një akses të drejtë për drejtë në pistën e automotopark dhe veçanërisht në drag stripin, që do jetë pista për të bërë kompeticione ndërkombëtare të drag. Këtu kemi një fushpamje të zakonshme të spektatorëve në pista të ndryshme, kjo konkretisht është Red Bull Ring. Ndërkohë afërsia e spektatorëve në automotopark është e tillë që të gjithë, dhe siç do shohim më vonë për fushpamjen, të gjithë kanë një akses në aksion dhe afërsi me aksion. Sërish një tribuna kryesore në një pistë. Në automotopark, veçanërisht në pjesën e kthesës së gjatë, që është edhe tribuna parësore, afërsia me garën është e tillë që mund të shquash çdo makinë dhe çdo pilot të jetë mirë. Një analizë e spektatorëve dhe fushpamjes tregon se automotopark, për shkak të strukturës së terrenit që ka formën e një arene natyrore, fushpamja është e tillë që në çdo drejtim, si në stendat VIP, ashtu dhe në tribunën kryesore, fushpamja është optimale në 90% të kohës. Po ashtu nga tribuna kryesore. Një veçori është kozgjatja. Një veçori, këto janë tribunat në rast lart është tribuna në rast eventeve të vogla dhe poshtë është tribuna si parashikohet për evente të mëdha, si ai që shpresojmë i Formula 1. Konfigurimet e pistave, lart është konfigurimi kryesor për pistën për garën e Formula 1, i homologuar për gradën e parë nga FIA. Poshtë është konfigurimi i dytë, që është me një gjatësi 4470 metra. Gjithashtu pista ka mundësi që të ndahet në dy konfigurime të ndryshme dhe të kemi dy kompeticione paralelisht, ndërkohë që poshtë shohim se kemi edhe të parashikuar një drag strip për evente drag që janë shumë të kërkuara në kohë të fundit. Tashmë paraqiten edhe modulet për edukimin për sigurinë rrugore, por jo vetëm, edhe për pilotët, brezat e arshëm të pilotëve. Kemi 5 hapësira të tilla. Një veçori e automotopark do jetë edhe butterfly track, pra pista në formë fluture. Kjo është vërtet veçori, sepse na mundson që të kemi dy konfigurime të ndryshme të homologuara në gradën e parë për kampionatin botror të kartingut, pra konfigurimi i parë dhe i dytë, një pistë për Race of Champions, dy konfigurime të ndryshme për garat drift, dhe dy loops të veçanta për kompeticione për më të rinjt. Këtu paraqitet e gjithë hapësira për edukimin mbi sigurinë rrugore, ashtu sikurse edhe testet për lejet e drejtimit. Dhe çka është edhe më e rëndësishme për qytetin, automotopark do të parashikojë edhe një qendër mjekësore e cila gjatë kohës që nuk ka evente sportive do të jetë gjithashtu në funksion të qytetit të Elbasanit. Dhe përmbyllim me një video finale.
me Ministrin e Shtetit për Pushtetin Vendor, zotin Albert Mjanzniku. Sot shumë faleminderit për prezantimin, është një prezantim shumë emocionus. Kemi mundësi ta shohim një diskutim që e kemi bërë, e kemi folur, e kemi dëgjuar, ta shohim të materializuar një projekt specifik. Walt Disney, gjeniu I kinemas, ka lënë një shprehje që është shumë interesante. Ai thotë, diferenca midis një ëndre dhe një projekti është një buxhet dhe një deadline. Projekti që sa pam ka ardhur dje dhe ngula shumë këmbë që me njëherë masi të vinte projekti kishim mundësi të bëjmë një aktivitet në Elbasan për të pasur mundësi që t'ia tregonim qytetit me njëherë transformimin në fakt të këtij nga një ëndër në një projekt të prekshëm tani më. Ishte aq I freskët sa që dhe në një nga prezantimet e pati të është konfidenciale akoma sepse mundësia për të ikur nga konfidencialiteti ka ndodhur vetëm dje. Dhe është emocionuese të shohësh detajet, konceptin të prekshëm, jo më thjesht një ëndër që u diskutua me kohë, kryeministri ka përmendur shpesh. Ideja ka filluar si një ëndër, apo si një ide nga pasioni që kryeministri ka që për ta zhvilluar vendin me mekanizma të reja, mënyra të reja, po edhe nga pasioni që Blendi ka për specifikisht për makinat dhe për mënyrën se si mundet që makinat nuk janë thjesht mjete që në lëvizin, por si pjesë të mënyrës se si ne funksionojmë në shoqëri. Krijimi I automotoparkut në Elbasan është shumë më shumë se sa thjesht një vend ku do të ndodhi në 2030-ën, siç shpresoj unë dhe Blendi, Formula 1 Elbasan, që ta vendosi Elbasanin në hartën botërore, ashtu siç ndodh në Monaco, siç ndodh në Dubai, ndodhi Formula 1 në Elbasan, besoj që është një koncept I cili mund të ndrojë mënyrën se si shihet Elbasani, po dhe gjithë Shqipëria. Ju them dy numra që janë interesant. Një aktivitet I tillë mund të sjellë deri në 300.000 njerëz për të vizituar, dhe atë ditë shikohet nga më shumë se 1 miliard njerëz. Pra 1 miliard veta në botë, atë ditë kur jepet Formula 1, shohin, ndjekin këtë aktivitet. Dhe për më shumë njerëzit që vinë këtu, gjatë aktivitetit, atyre 3-4 ditëve të aktivitetit, janë një ekonomi I jashtëzakonshme për qytetin. Por siç pam, nuk është një strukturë rreth një aktiviteti, padyshim ajo është, le të themi, sebepi kryesor, po ka një seri aktivitetesh që japin mundësi gjithë kësaj qendre të funksionojë çdo ditë, që nga siguria rrugore, ke trajnimi I të rinjve për mënyrën se si duhet funksionojë me rrugën, tek elementet e pasjes një qendre ku ka konferenca, ke gara të ndryshme që mund ndodhin, ke promovime të lëvizjes me makina. Pra një element I cili do të jetojë çdo ditë dhe do sjellë çdo ditë ekonomi për qytetin. Unë besoj që sfida që kemi ne tani më, se sfida që për të realizuar projektin një sfidë që është nga ana e qeverisë, po sfida që ka qyteti është si do të realizojmë dhe do të bëhemi gati teksa projekti tashmë ka nisur zbatohet. Ju e keni parë aty tashmë janë bërë mbrojtjet lumore, tashmë është duke bërë mbushja, pra ka filluar zbatimi I projektit, por si do të bëhet qyteti gati për të pritur këtë risi në nivelin e turizmit, në nivelin e hospitalitetit, pra ku do të rrinë këto njerëz, në nivelin e ofrimit të shërbimeve të këtyre njerëzve dhe në shpërndarjen e kësaj prurje në të gjithë territorin. Pra kjo zemra e Elbasani, por padyshim Tirana është afër, Durrësi është afër, por edhe gjithë zonat rreth e qark. Ne jemi të interesuar themi si të shkojnë këto njerëz, shkojnë të shohin liçenet e Belçit, si të shkojnë këto njerëz të shohin Kalan e Peqinit, si të shkojnë këto njerëz të shohin malet rreth e qark Librazhdit. Pra si do sigurohemi që teksa ky proces po ndodh, të arrim që I gjithë territori të përfitojë në mënyrë maksimale nga ky zhvillim. Kur këto zhvillime kanë ndodhur në vende të tjera, kanë sjellë impakt të jashtëzakonshëm në punësim, në ekonomi, në hospitalitet dhe në mënyrën se si shihet si imazh vendi. Ndaj dhe kjo është sfida në fakt që kemi sot gjithë bashkë dhe ne duhet bëjmë një bisedë të vazhdueshme bashkë me bashkinë, po me të gjithë operatorët turistik, me njerëzit cilët merren me fushën e mikpritjes, me agroturizëm në zonë, për të siguruar që të kemi maksimumin e mundshëm. Gjithashtu jemi këtu sot dhe jo pa arsye edhe në bibliotekën pasi donim të bashkonim këto dy aktivitete bashkarisht. Pra jo vetëm prezantimin e kalas, por dhe faktin që kemi nisur tashmë punën me Blendin për rikualifikimin tërësor të bibliotekës, një element I jashtëzakonshëm I qytetit, pasi
është në objektet e rradha i cili i është dhuruar 90 vjet më parë qytetit nga familja Baholli. Është tema se emocionuese të mendosh që 90 vjet më parë një familje në Shqipëri pati ndjeshmërinë dhe civilizimin e mjaftueshëm që dhuronte para të qëndësishme për të ndërtuar një objekt nga zero, ka bler tokën, ka ndërtuar dhe objektin pranë qendrës qytetit, mbrapa nesh është prefektura ku kanë qenë dhe institucionet e para të qytetit të ndërtuara në atë kohë zyrtare për bibliotekën e qytetit. Fakti që Elbasani 90 vjet më parë kishte familje që i dhuronin qytetit për të ndërtuar bibliotekë është tashmë një shenjë e faktit se sa shumë civilizim ka këtu, sa shumë dashuri ka për dijen, dhe pikërisht si dëshmi ndaj kësaj gjëje kemi diskutuar në udhëheqjen e kryeministrit me Blendin për të pasur mundësinë se si ta rikualifikojmë dhe ta kthejmë bibliotekën në një qendër që shkon përtej bibliotekës, një qendër të kulturës ku kemi mundësi të bëjmë diskutime për mënyrën se si ecën përpara, për një qendër ku mblidhen vazhdimisht të rinjt dhe bashkojmë dijet që janë në libra këtu me dijet digjitale të ardhmes dhe e kthejmë këtë në një qendër ku të jetë zemra e të parit drejt së ardhmes që rinia e Elbasanit padyshim e meriton. Ju faleminderit shumë dhe ftoj kryeministrin për fjalën e tij. Përshëndetje të gjithëve, ne vazhdojmë punën dhe zhvillojmë projektin e automotoparkut, i cili tani më, siç edhe u prezantua këtu, është një projekt i detajuar plotësisht në një bashkëpunim të ngushtë me Formula 1-shin, duke ndjekur të gjitha sugjerimet apo duke adresuar të gjitha kritikat e skuadrës së vendosur në dispozicion të këtij projekti nga drejtuesi ekzekutiv i Formula 1-shit Stefano Domenicali, dhe në ndërkohë në territor vazhdon puna për të përgatitur të gjithë terrenin mbi të cilin do të ndërtohet projekti, infrastrukturën, hyrjet dhe daljet, dhe nëse ju ka rënë rruga apo ju bie rruga andaj mund shikoni që ka një punë që bëhet atje. Ambicia është që Shqipëria 2030 të jetë edhe vendi mikpritës i garës së Formula 1-shit, diçka e pa konceptueshme deri para ca kohë, dhe diçka jo lehtësisht e konceptueshme nga vende shumë me emër se sa i yni, por ja që ne ja dalim edhe aty ku në një farë mënyre basti duket i pamundur. Dhe dua të theksoj që këtu nuk bëhet fjalë për të bërë një investim të kësaj natyre për një garë. Këtu bëhet fjalë për t'i instaluar ekonomisë shqiptare një motor të ri. Ky projekt është ekonomi, nuk është garë me makina. Dhe është ekonomi sepse në harkun e 360 vitit, ky projekt do të krijojë një destinacion ku në qendrën e vet të gravitetit do të jetë siguria rrugore dhe ku që nga fëmijët e vegjël deri tek më të rriturit që ngasin një makinë apo duan ngasin një makinë, do duhet t'i referohen kësaj qendre për testimet përkatëse që do t'jem pjesë e të qenit ton antar të Bashkimit Evropian. Modeli ynë për këtë është qendra në Vjenë, por siç e vutre mbase nga prezantimi i projektit, me skuadrën teknike të Formula 1-s që ka punuar studioja e përzgjedhur nga konkursi ndërkombëtar, është ndërtuar një projekt që brenda vetë